Ne kemi një regres për sa i përket cilësisë kandidatëve apo deputetëve në parlament. Nga 92-shi po them këtu, nuk flas thjesht nga numri i gradave, titujve, të cilët mbartin deputetët të cilët janë në parlament, nga 92-shi e sot, por flas në kuptimin e asaj çfarë ato përfaqësojnë në diskurs, në debate, në lloj identiteti, ekspertize që ata krijojnë brenda parlamentit, edhe në një reagim që ka një jashtë agjendës së partive politike. E parë kështu, unë do thoj që kemi me plot gojë një regres, pasi ndoshta fillimet kanë qenë utopike, njerëzit nuk kanë qenë shumë pragmatistë, shumë strukturën e organizimit të brendshëm partive nuk e kanë njohur, se ne nuk kishim një lloj historiku për ta kuptuar atë përtej modelit partisë punës. Jam dakord në kuptimin e gjenezës, nëse ne shkojmë, nëse elitat e 90-s u shkëputën nga e shkuar apo ishin vazhdimit të shkuarit. Nëse ne do ta analizojmë nga kultura politike, sigurisht ishin pjesë e kulturës politike që mbarqin ata në të gjithë regjimet ku ata ishin pjesë e saj. Kështu që në këtë kuptim, konstatimi juaj i drejtë është që ata secili mbartët copza të autoritarizmit apo autokratizmit në vetvete. Por unë po thoja në një nivel pak më sipërfaqësor, po doja të thoja këtë gjë që në 92-shin dhe deri ndoshta nga vitet 2000, edhe ndoshta 2005, ti arritet do të spikasi individ të cilët kishin fituar një lloj autoriteti, kishin krijuar një lloj identiteti dhe kishin një lloj ekspertize të njohur në publik, dhe ti e di që kur ishte çështja ekonomisë, kishte një lloj pritshmërie kush do flas. Kur kishte një çështje të natyrës juridike, kishte një lloj pritshmërie kush do të flas, qoftë nga pjesa qeveritare, nga pjesa opozitare, apo kur kishte një çështje të natyrës sociale, kishte një lloj pritshmërie kush do ishte individi që ti do ta ngjoje, do të shkëputje teza apo do të dëgjoje edhe ndoshta të dhëna interesante. Sot këtë pritshmëri ti nuk e ke më. Do të thotë që cilësia e parlamentit ka rënje, pasi ti nuk arrin dot të spikazësh një figurë brenda Partisë Demokratike që me ekspertizën e vet ty të krijon një lloj simpatie se si e mbron tezën e djathtë që ai mbështet ose e beson, apo edhe ken krahun e majt. Pra janë unifikuar zërat të cilat kanë humbur ekspertizën, identitetin dhe të gjithë rreshtohen si mbështetës, simpatizant apo të pëlqyeshmit e liderit. Pra gjithë gara që sot bëhet në parlament është kush i pëlqen më shumë liderit dhe në funksion kush i përshtatet më shumë kënaqësive apo pritshmërive apo lojës së ngushtë që bën lideri. Në këtë kuptim do thojë që parlamenti që ne lexojmë sot ka një hap mbrapa në raport me parlamentin që ne kemi parë në 92-shin, me gjithë ato çfarë ju thatë me drejt, apo me gjithë lëvizjet ndoshta naive apo utopike që secili bënte duke mos e njohur se si funksionon politika. Sot ke shumë individ që dinë se si funksionon politika, por kemi humbur shumë në aspektin e identitetit të individit, në aspektin e ekspertizës të individit, në aspektin e antikonformizmit të individit në disa raste, i cili ndoshta guxon dhe t'i thotë kryetarit apo leadershipit partisë që kjo gjë nuk shkon ose nuk mund të funksionojë në këtë formë. E gjithë kjo na ka sjellë këtë lloj pikture që ne thamë sot. Elementi i dytë është fakti shpërndarjes së vendeve në parlament, që ne në sistem magjoritar, me sistem proporcional, rajonal, krijojmë një lloj precedenti në shumicën e vendeve që kanë sisteme proporcionale, që partia kryesore ka vende në parlament dhe madje nuk kalon vetëm shumicën e thjeshtë, por kalon dhe shkon gati në kufit e shumicës cilësuar, 84 mandat. Është një gjë e pa ndodhur në vende që kanë sisteme proporcionale, rajonale apo kombëtare, ku qeverisja është e fragmentarizuar dhe parlamenti është fragmentarizuar. Me sa duket, ne ende vazhdojmë reflektojmë në sjellje politike bipolaritetin që kanë elektorati që voton ose për të majtën ose për të djathtën, ose për Partinë Demokratike ose për Partinë Socialiste. Ende nuk është thyer ky lloj binomi.
Ne kemi 3 arketipe të deputetëve të ri sot në parlament. Ke arketipin e zonjës në fjalë, sepse s'du t'ja përmend emrin sepse s'du t'i bëj PR, për shkak se çfarë përfaqëson, e cila e rrumbullakos të gjithë mënyrën e organizimit të fushatës saj vetëm në komunikime në TikTok me një nga figurat kryesore të Partisë Demokratike, zoti Ngazmend Bardhi. Pra aty e organizon gjithë projekcionin e saj se si e mendon ajo politikën, çfarë kontributi sjell ajo në përfaqësimin e të rive, cili është vizioni që sjell ajo si e re në ide që duhet të ketë Partia Social-Demokrate, që sot është Partia Socialiste. Arketipi i dytë është arketipi i deputetit të Elbasanit që është më votuar, por askush nuk e njeh ka pikpamje e historikut brenda Partisë Socialiste dhe brenda qytetit të Elbasanit e kanë vështirë të kuptojë që vetë qyteti i Elbasanit sa e njeh atë, por sot është një nga kandidatët më të votuara nga pikpamja e numrave, mos them që më i votuar dhe se Taulant Balla, që është mund të kemi sado rezerva për cilësinë edhe atë çfarë ai përfaqëson në kuptimin e intelektual, por është një person pak që ka kaluar hallkat edhe strukturën e jetën e partisë. Dhe tipologjia e tretë është tipologjia e deputetës, e cila në të gjithë daljet publike apo në të gjithë mundësi që jepi për të shprehur në statuse apo në rrjetet sociale, kishte shqetësimin se sa i ngarkuar është kryeministri dhe si arrin ai të përballojë gjithë të ngarkesë dhe të menaxhojë vizionin e tij që nuk është i sotëm, por është shumë largpamës dhe Partia Socialiste nuk arritur ta kap. Pra është mediokriteti që shfaqet me 2-3 fjali që mbart të gjithë mënyrën si organizohet fushata. Ke Servilin që është personi i cili i bën lozhe liderit dhe nuk gje vend pa vënë në dukje shqetësimin dhe ngarkesën dhe skrupulozitetin që ka lideri dhe fatin që ne kemi atë lider. Dhe modeli i tretë është modeli i cili merret me pjesën se si do t'i qaset nesër të rinjve. Pra unë mendoj që nga pikpamja e cilësisë përfaqësimit të rinjve, edhe të rinj që ne do të presupozonin që do ishin risia, freskimi, do sjellin inovacionin, do sjellin të rëndë e cila karakterizon moshën, janë më të plakur se vetë deputetët e vjetër që janë në parlament. Sot, kështu që edhe nga kjo pikpamje, duke e ilustruar dhe me kontekstin shkollën akademike që po zhvillon sot Partia Socialiste, nuk i ofron asgjë të re parlamentit në vazhdimin e mandateve 2025-2029. Por të qenë realist, ne nuk mund ta faturojmë përgjegjësinë e vazhdimësisë së frymës autoritarise se si organizohen partitë politike vetëm tek koncepti apo mendësia që shfaqin liderat. Përgjegjësi ka dhënë antarësia e cila e ushqen atë dhe e mbështet dhe e konsolidon. Kështu që në këtë kuptim fajtori mbetet pak më gjerë se vetëm thjesht dhe individi që është lideri. Sigurisht lideri ka shumë në dorë, pasi nuk është thjesht individ, është institucion. Dhe modeli që ndërton lideri zbërthehet edhe në strukturat poshtë saj. Dhe mund të jetë edhe manifesti pritshmërive që ka grupi në mënyrën se si sillet ai dhe ka kuptuar që kjo është e vetmja formë e cila sjell sukses. Se nuk mund ta shpjegojmë ndryshe që këtë lloj mentaliteti të organizimit dhe drejtimit të institucioneve, ne nuk e gjejmë vetëm ke partitë politike, po e gjejmë në OJF, e gjejmë në media, e gjejmë në biznes, e gjejmë në akademi, e gjejmë kudo, parafara e autoritarizmit apo autokracisë do themi më mirë, është një farë e cila është e mbjellë tek ne dhe nuk po shkulet dot. Kjo është për sa i përket justifikimit që mund t'i bëjmë në një farë mënyre përgjegjësisë që ka leadershipi në raport me atë çfarë ka mbjellë ke partitë politike. Nëse do shkojmë ke partitë specifikisht, po marrim Partinë Demokratike, e cila unë jam dakord me ty, nuk është gjë tjetër vetëm një zgjatim i gjithë frymës, mendësisë, llogarive të ngushta që ka lideri, që bashkë me shihet dhe me llogaritë e tij përzgjedh persona që ndajnë këto llogari dhe e kuptojnë këto llogari dhe bashkë krijojnë mbijetesën brenda partisë pa u shqetësuar shumë se çfarë efekti krijon kjo për të tjerë dhe sa produktive është kjo për ta sjellë një subjekt politik në një
kohë caktuar në pushtet. Në qoftë se ne do flasim me këtë gjuhë, ne mund të themi që Partia Demokratike nga pikpamja se është organizuar sot, si e mendon sot partinë, si e drejtohet sot partia dhe cilët janë pozicionet që kanë zënë figurat kryesore të partisë, ajo parti për mua e ka mbyll ciklin. Shpresa që kemi ne jashtë partisë për ta parë Partinë Demokratike të ndryshuar, të riformatuar, të inspiruar dhe të doktrinizuar është një iluzion apo dëshirë, me që nisemi nga premisa që është partia më e madhe dhe duke qenë partia më e madhe opozitare, është i vetmi mekanizëm që mund të kontrolloj, mund të monitoroj dhe mund të pengoj dhe mund të afroj shpresë qeverisje nesër, duke parë se çfarë qeverisje kemi sot. Por nëse ne jemi objektiv dhe shikojmë se si është organizuar partia, kush janë individët që janë në pozicione kyçe të asaj partie, kush janë llogaritë e fundit të liderit që drejton atë parti, çfarë është mendësia që dominon atë parti dhe sa reagojnë ata në raport me precedentët e dështimit që krijon partia, aty për mua është mbyllur shpresa, është mbyllur projekti dhe dështimet që kanë filluar konsolidohen, do të pasojnë dhe në zgjedhjet lokale apo qoftë në zgjedhjet përgjithshme. Në qoftë se do të rrim kësaj linje që aty gjërat nuk ndryshojnë së brendshme. Nëse ne nisemi dhe diskutojmë në nivel akademik se si duhet ndryshoj Partia Demokratike, sigurisht patjetër ka dhe mund të monitorojmë, mund të evidentojmë bashkë maksi sa të duash. Por unë dhe ti e dim që ndryshimet ndodhin brenda. Ndodhin nga jashtë, ndodhin vetëm brenda. Nëse nuk ka forcë, nuk ka reagim, nuk ka shqetësim, nuk ka reflektim, nuk ka përgjegjësi në lidhje me këtë gjë, por grumbullohet e gjitha interesit të një grup njerëzish të cilët kanë mundësi ta mbajnë në kontroll të gjithë partinë, pa pasur rivalë, pa pasur flukse të tjera që të rivalizojnë Partinë Demokratike, që për hir vërtet deri tani që po flasim, nuk ka. Atëherë aty nuk ka arsye të ndryshojë gjë. Koha sigurisht ka efektin e vet në ndryshim. Rrethanat sigurisht kanë efektin e vet në ndryshim. Kontekstet të cilat janë jashtë nesh dhe nuk i parashikojmë dot, kanë një lloj doze pozitive që mund të ndryshojnë gjërat. Por nëse nisemi nga pozitat ku jemi sot, pra nga llogaritë që ka zoti Berisha, si nevojë për ta mbajtur partinë, nga leadershipi që e ka kapur atë parti ose është mbështetur nga zoti Berisha për ta mbajtur atë parti, se çfarë reagimi, refleksioni kanë për atë çfarë ndodhi nga zgjedhjet e 11 majit. Duke pasur si është organizuar vetë partia nga pikpamja e frymës dhe nga pikpamja e PR-it, dhe duke parë se si është konkurrenca jashtë Partisë Demokratike, e cila është në nivele minimale momentalisht që ne po flasim, e fragmentarizuar me individ, me grupe të vogla, por që nuk e kërcënon establishmentin aktual Partisë Demokratike, unë shoh shumë vështirë që aty gjërat ndryshojnë. Dhe zgjedhjet lokale të pjesshme dhe ato që do vinë në 2027 do ta efaktojnë këtë gjë që Partia Demokratike do rrudhet akoma dhe më shumë në raport me atë çfarë u konstatua në zgjedhjet e 11 majit të 2025-s. Nga mënyra si qasët partisë zoti Berisha është më i sinqert sepse nuk bën sikur. Për këtë tipi nuk bën sikur e respekton statutin e partisë, nuk bën sikur bën një lloj refleksimi duke vendosur individët të cilët ai ka kontroll. Siç ka bërë në fakt 2013 e tutje me shëmbëltyrën e zotit Basha. Kjo nga pikpamja e sinqeritetit që ka me publikun dhe me analistët apo studiuesin e politikës është për të vlerësuar, po gjithë çështja është që ku të çon kjo në llogaritë fundit. Dhe unë mendoj që për sa kohë të pakënaqurit, fraksionet që konkurruan dhe dështuan në zgjedhjet 2025-s. Individ të zhgënjur, por që nuk e gjen veten tek asnjë grup apo fraksion, nga mënyra se si i përqaset Partia Demokratike elektoratit saj, nuk formohet një fluks, një lëvizje dhe nuk e shikojnë shpresën brenda Partisë Demokratike, po jashtë Partisë Demokratike. Unë shikoj që ajo parti do ta marrë me vete me gjithë fatin biologjik që ka zoti Berisha atë. Në qoftë se ne do kemi individ flukse të cilat do fillojnë të besojnë që shpresa nuk është brenda Partisë Demokratike, po shpresa është jashtë Partisë Demokratike,
Shpresa nuk është konkurosh me Partinë Demokratike, po të konkurosh duke pasur përballë Partinë Demokratike. Shpresa nuk është duke qenë fasadë e numrave, llogarive dhe rregullimeve, trukime që bën zoti Berisha për llogaritë e tij brenda Partisë Demokratike, por një reagim dhe reflektim thellë vetë të djathtës në përgjithësi. Nuk do të kemi ndonjë ndryshim, mendoj unë, afatshmesëm si e shoh unë aktorët se si janë pozicionuar. Unë mendoj janë 3-4 faktorë që janë ndihmues për partitë e reja, të cilët mund të kishin një rezultat akoma dhe më të mirë sa që kishin sot, ose mund ta kenë në të ardhmen. Është konsumimi i figurave kryesore të Partisë Demokratike, sidomos opozicioni, i cili krijon mundësi të pakënaqurave, të zgënjyrave, të papërfaqësuesve të shohin një shpresë ke opozicioni. Së dyti Spaku, i cili me abuzivitet apo me guxim, duke atakuar figura të rëndësishëm, krijoi kartën morale tek partitë e reja, e cila krijoi dhe ngjiti një ide tek njerëzit që po pse mos i besojmë të rive, se këta jo vetëm që janë të konsumuar, por këta janë dhe hajdut. Elementi i tretë, ka një dashamirësi nga faktori ndërkombëtar për të ndryshuar status quo-n, jo vetëm thjesht duke diktuar sa jepet mundësia me sistemin zgjedhor proporcional rajonal, i cili është një lloj formule për ta thyer sistemin bipolar, pavarësisht se nuk është arritur të bëhet, por t'i dhënë mundësi të rinjve të cilët të kenë një lloj hapësire, siç është realiteti kudo. Dhe e fundit, është një trend në modë, sot ju e dini shumë mirë tek në Europë, ku partitë ekstremit djathtë dhe të majt, që janë lëvizje po kthen parti, krijojnë shpejt një peshë elektorale dhe pozicion të mirë në parlament. Këto ishin 4-5 opsione, mundësi për partitë e reja, të cilët ju dhanë avantazhin, do thoja unë, por që më bën të step në këtë drejtim. Pra është një mundësi, po jo shumë e mirë shfrytzuar. Nga barimi i zgjedhjeve dhe sot që po flasim, a mund të më thuash ku janë partitë e reja? Në qëndrime, në pozicione, në monitorim procesi, e të tjerë. Pra, vetëm i leximi i parë, duke sikur e kanë shuar aktivitetin e tyre politik. Në fakt, aktiviteti i tyre politik fillon sot, direkt sa marrin zgjedhjet, sepse ne e dim, fushata elektorale nuk është 40 ditë. Fushata elektorale është nga marrimi i zgjedhjeve deri kur vijnë zgjedhjet e tjera, që partitë kryesore e dinë shumë herë më mirë dhe prandaj janë aty ku janë. Partitë e reja ende se kanë mësuar sot, së pari. Së dyti, partitë e reja na shfaqën disa zakone të partive të vjetra. Ne jemi konsumuar apo mërzitur në partitë e reja për vjetra për shkak se gjithë narrative e tyre publike është një narrativ e thatë, pa përmbajtje, frontale, konfliktuale, e personalizuar, dhe ne do të shpresonim që të rinjt do na sillin një qasje tjetër në narrativin e tyre, në debatet publike. Nuk bën ndryshim, dashur, po thyse filluan të konkurrojnë në të njëjtën territor. Dhe e fundit, unë mendoj që partitë e reja partitë e vjetra nuk e kanë shfrytzuar të mirën që ka sistemi proporcional rajonal me listat gjysmë të hapura, i cili të jep mundësi për kandidatë të cilët kanë eksperiencë të hedhësh në treg, ke listat e hapura, dhe kandidatë të cilët ti do t'i krijosh një lloj mundësie, një lloj hapësire që të jenë nesër në parlament, ti fut ke listat të mbyllura. Partia Socialiste për mirë keq e ka shfrytzuar më mirë këtë gjë. Partia Demokratike nuk arriti do ta shfrytëzoj. Mirë, po shkojmë ke partitë e reja, do të ishin listat momenti ku ata do të rekrutanin individ, ku nuk do ishin me parti individësh apo 2-3 individësh, por parti ekipesh. A mund të më thosh sot kush ishte ekipi i partisë të zotit Shea, apo zotit Lapaj, apo zotit apo partisë Surja, apo partisë Bashkë, kështu me radhë. Nuk arritën dot të krijojnë ekipe. Ndryshe nga mundësia që t'jep sistemi zgjedhor, pavarësisht se janë parti të reja. Edhe ata dominuan dominuan me protagonizmin e tyre individual, siç është manifestuar ke partitë e vjetra. Dhe e fundit, dhe mbylla, ajo çfarë ishte simptom problematik e Partisë Demokratike, e cila nuk arriti do të krijojë një lloj parti rajonali, si themi, apo një lloj partie me shumë parti brenda, për shkak të inateve, egoizmave, llogarive që i di zoti Berisha. Të njëjtën gjë bën dhe partitë e reja, e cila duke ditur që ka një
një sistem proporcional rajonal që ka efekte, sidomos formula D'Hondt, nuk arritën dot të krijojë një logo të përbashkët apo të krijojë një forum të përbashkët dhe sot nuk do kishim 4 deputet. Minimalisht do kishim 14 deputet. Dhe do ishte komplet ndryshe se ka tjera e partive politike. Si konkluzion, partitë e reja nuk kanë arritur dot të shfrytëzojnë në maksimal, në optimalitetin e tyre të gjithë mundësi që i jep koha, konteksti, ezaurimi partive të vjetra, risit në sulm, në akuz nga SPAK dhe trendi i ri që është në Europë sot. Elektorati i paqëndrueshëm, si të thuash, elektorati i arsimuar, elektorati i cili nuk gjykon në formë partizane, por kërkon një sjellje tjetër, një stil tjetër, një komunikim tjetër, një strategji tjetër, një format tjetër. Rrit pritshmëritë ke partitë e reja dhe kur shikon që partitë e reja shprehin dhe materializojnë përveç moshës të gjithë karakteristikat, simptomat e partive të vjetra, bën të mundur që ne të kemi këtë realitet politik që kemi sot. Ju e dini, po aq mirë sa unë, ne nuk kemi pasur vetëm sot partitë të reja që kanë garuar. Që nga 97-a, ne kemi pasur partitë të reja që kanë garuar. Por çështja është që ata në shfaqje, në organizim, në konkurim, në ligjërim, në botkuptim, nuk kanë shprehur asgjë më ndryshe se partitë e vjetra. Dhe njerëzit me logjik ftohtë thonë, unë nuk kam se shkoj ke kopja, ku kam origjinalin. Kështu që në këtë kuptim, ende partitë e reja nuk e kanë distancuar veten nga shumë simptoma që kanë partitë e vjetra. Me sa duket, është ajo çfarë ju thatë dhe ata në ADN-n e tyre kanë këtë lloj rrënje që nuk e shkulin dot. Vjet 30-a ka të papritura që lidhin që nga konteksti ku sot ne jetojmë, cili e kemi të vështirë ta projektojmë nëse do kemi paqe, qetësi, siguri si fillim mirë. Në krahun tjetër, situatat dhe rrethana të tilla kanë avantazhet e tyre, se duke qenë se pasiguritë janë të mëdha në raport me të ardhmen, bën që njerëzit apo strukturat që janë sot europiane të anashkalojnë shumë nga lupa që ata vendosin për vendet që aspirojnë në BE dhe për të krijuar aleanca dhe fronte të anashkalojnë shumë procedura dhe ne mund të jemi projekt i BE-s që në kushte edhe rrethana normale, jo 2030 apo ndoshta edhe 2040 nuk e dia do të mjaftonte. Ky mund të jetë një lajm i mirë i joni i cili nuk na e sjell vetja, por na e sjell konteksti ku ne jemi. Pra, për arsye sigurie dhe fronti, mund të anashkalohen kritere që ne na japin avantazhin që në rrethana dhe kusht ideale kur nuk do t'i kishim. E parë kështu, fati ndoshta i ka ardhur zotit Rama që të ketë këtë bilanc. Dhe fundit do thoja që a vlen kjo për qytetarët e thjesht nëse ti je pjesë e një strukture, po pa arritur të kesh standarde siç i kanë vendet e anëtarët BE-s, në kuptimin e drejtave qytetare, në kuptimin e ndarjes pushtetit, në kuptimin e standardit të jetesës, në kuptimin e funksionimit normal të tregut e kështu me radhë. Po, ne mund të futemi ke vendet që kemi avancuar në aspektin procedurial, teknik dhe s'kemi avancuar në kuptimin substancial. Por nuk është një gjë e madhe. Një të gjë ka bërë BE-ja me Bullgarinë, me Rumaninë, siç e di mund dhe ti shumë mirë. Një të gjë mund të jetë dhe fati jon, por të mund bërë edhe me vendet e Ballkanit perëndimor, siç mund të jemi ne, Serbia dhe Malizi. Kështu që në këtë kuptim, sigurisht ne ndoshta në kushtet ideale do të na duhej që në procedurat që kemi të ishin funksionale, mund të ishin letër, por duke menduar dhe duke kuptuar në çfarë konteksti jetojmë, në çfarë mentaliteti jemi dhe në çfarë tradite jemi, shumë herë më mirë që të kemi një presion nga jashtë, një favorizim nga jashtë, se sa të mendojmë që mund ta meritojmë nga brenda se nuk do ndodh. Po sa me fat është ky Edi Rama burime. Po me sa duket është pjesë e të bërit politik, nga herë ka të bëjë meritokracia, por ka të bëjë edhe rrethana ku ushtrohet pushteti. Mund të ndodhë që ti të mungon aftësia për ta ushtruar pushtetin, por janë rrethana që të lehtësojnë. Për shkak ke kundërshtarin e dobët, ke një krizë e cila të bën që vendet që ty të monitorojnë të jenë jo shumë vigjilent. Mund të jetë një konflikt i largët që ti duke u servilosur ndaj një faktori të madh mund të të shkelet syrin dhe mund të të favorizojnë në disa rrethana të tjera. Të gjitha këto janë element pjesë e leadershipit. Dhe zoti Rama me sa duket
dhe duhet të theksuar kjo, nuk është se nuk i ka shfrytzuar. Edhe kjo është aftësi. Unë e kam ndikur debatin që bëhet me analizë me studiosëve ku ka dy grupe dhe ju keni drejt që e veni në dukje këtu që një grup mendon që jo, Rama ka aftësi ditë menaxhoj, ditë qeverisë dhe faktori Berisha është faktor dytësor. Ndërkohë që ka të tjerë që mendojnë që Berisha për sa kohë është një kapital i çmuar për qeverinë dhe për sa kohë ai do jetë në opozitë, qeveria do jetë në qeveri, ëh? Unë mendoj që janë të dy janë komunikuese. Do të thotë që një qeverisje e cila ka një kundërshtar të dobët, arrin të menaxhojë, të manipulojë, të përpunojë më shpejt, më lehtë opinionin publik. Dhe opinioni publik në llogarit fundit, duke parë që qeveria është kjo që është, por opozita është më keq se kaq, bën zgjedhjen e rrezikut më të vogël. Në krahun tjetër, duke qenë se opozita është e dobët, e fragmentarizuar, me leadership të atakuar, të paragjykuar, nuk arrin dot të frymëzojë, qeverisja bëhet ku e ku më e përcyer se vet opozita. Jemi në paradoksin kur për fat keq konsumohet më shumë opozita se qeveria. Është ndër të rastet e paktën, them unë, në Europë. Dhe kjo gjitha vjen për faktin e mënyrës se si është konceptuar opozita. Dhe ky është faji i Edi Ramës. Ai thjesht e instrumentalizon, e përdor dhe uron një gjatësi partisë demokratike të vazhdoj kështu. Ndërkohë opinioni publik, i cili shikon që opozita s'ka shpresë, për arsye pragmatiste, biznesi, media, shoqëria civile, por edhe qytetari thjesht që është marrëdhënie pune, thotë, "Ej, po pse? Unë mund të vazhdoj shumë mirë status quo me këtë." Pa shqetësuar shumë çfarë efekti ka nesër jon, cilësinë e qeverisës, drejtat e njerëzit, informimin publik, ballësimin e pushteteve, edhe ndarjes pushteteve. Por kjo bëhet dytësore. Ndoshta edhe se kupton. Ndoshta edhe kupton, po nuk është i shqetëson sepse i intereson mbijetesa. Ndoshta kemi ardhur këtu ke kjo pikë.